rrjeti i ri hekurëdhor me shpejtësi 300-400 km/h synon të lidh 39 qytete kryesore në Europë deri në vitin 2040, një mundësi e madhe edhe për Shqipërinë që të përfshihet në projektin më të madh të transportit të gjelbër në kontinent. Në rrjetin e ri hekurëdhor, pan-evropian me shpejtësi të lartë, i quajtur Starlink, është propozuar nga një institut kërkimor me qendër në Kopenhagen, me synim për të lidhur 39 destinacione në vende të ndryshme të Europës, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Turqinë dhe Ukrainën. Projekti i ri përfaqëson një vizion ambicioz që ka përcjell kufijtë e linjave ekzistuese ndërkufitare, të cilat janë arstuar në vitet e fundit, por që ende mbetet të fragmentuara, të ngadalta dhe shpeshherë të papërshtatshme për udhëtarët. Sipas propozimit, rrjeti Starlink do të funksionojë si një sistem metroje në shkallë kontinentale, duke sjellë lidhje ultra të shpejta që do të rivalizojnë udhëtimet ajrore. Një sistem hekurëdhor i vërtet i integruar nuk është më thjesht një çështje komoditeti, është një nevojë strategjike për qëndrueshmërinë e Europës në shekullin e 21, thuhet në deklaratën e Institutit 21 Europe. Konceptuar si një rrjet metroje, Starlink synon të ndryshojë mënyrën se si europianët perceptojnë kontinentin e tyre, jo si një bashkësi kryeqytetesh të largëta, por si një rrjet i vetëm, dinamik, ku çdo lëvizje për njerëzit apo mallrat është lehtësisht e arritshme. Një vizion për vitin 2040, por sa realist është? Instituti synon që rrjeti të bëhet funksional deri në vitin 2040, një afat ambicioz, por i bazuar në nevojën për një transformim rrënjësor të sistemit të transportit në Europë. Megjithëse Bashkimi Evropian ka nisur projektin TEN të rrjetit trans-europian i transportit për të unifikuar infrastrukturën kontinentale, 21 Europe kritikon mungesën e ambicjes dhe dizajnit në këtë projekt. Sistemi hekurëdhor aktual është i ngarkuar me bileta të ndërlikuara, shërbime të pakoordinuara dhe stacione të vjetruara. Është një mundësi e humbur për të bërë hekurëdhën një element identitar të Europës. Nga Helsinki në Berlin, për vetëm 5 orë, rrjeti Starlink do të shtrihet në një gjatësi prej 22.000 kilometrash me trena që do të lëvizin me shpejtësi nga 300 deri në 400 km/h, rreth 30% më shpejt se udhëtimi aktual me rrugë toksore apo hekurëdha ekzistuese. Kjo do të thotë se udhëtimi nga Helsinki në Berlin do të zgjasë vetëm pak më shumë se 5 orë, ndërsa linja Kiev-Berlin, që sot është një udhëtim natën, do të bëhet një lidhje e shpejtë dhe e parashikueshme. Edhe itineraret se Milano-Mini, që sot janë të ngadalta e të ndërlikuara, do të kthehen në lidhje të shpeshta mes qendrave kryesore ekonomike. Trenat Starlink do të jenë të lehtësisht të dallueshëm me ngjyrën e kaltër të errët dhe nuk do të ndahen në klasa, por në ambiente të dedikuara sipas nevojave, zonat e qeta për punë, hapësira të përshtatshme për familje e tjerë. Stacionet do të ndërtohen pranë qyteteve të mëdha dhe do të lidhen me transportin urban ekzistues. Por ato nuk do të jenë thjesht terminale. Vizioni është që të shndërrohen në qendra kulturore me restorante, dyqane, salla koncertesh, muze, ambiente sportive dhe hapësira për evente. Një projekt për klimën dhe të ardhmen e gjelbër të Europës. Përveç aspektit infrastrukturor, Starlink shihet edhe si një projekt madhor për klimën. Transporti llogaritet për rreth 29% të emetimeve të gazrave serë në Bashkimin Evropian dhe fluturimet e shkurtruara vazhdojnë të jenë zgjidhja kryesore për miliona njerëz. Edhe pse hekurëdha me shpejtësi të lartë emeton deri në 90% më pak,
gaz karbonik për udhëtimet. Disa shtete si Franca dhe Austria kanë nisur të kufizojnë fluturimet e brendshme ku ekziston një alternativë hekurudhore, por instituti thekson se për të pasur ndikim real, nevojitet një qasje e bashkërenduar në shkallë europiane. Një kalim i guximshëm drejt hekurudhës së shpejtë mund të jetë shansi më i mirë që ka Europa për të përmbushur objektivin e emetimit zero deri në vitin 2050, duke garantuar mobilitet të shpejtë dhe të qëndrueshëm, model publik me operator kombëtar. Për ta kthyer projektin në realitet, 21 Europe propozon një model funksionimi të financuar publikisht, ku menaxhimi i përgjithshëm i trenave teknologjisë dhe përvojës së pasagjerëve do të jetë unifikuar në nivel europian, ndërsa linjat do të operohen nga operator kombëtar përmes një modeli franchise. Një autoritet i ri hekurudhor europian do të jetë përgjegjës për koordinimin, standardizimin dhe zgjerimin afatgjatë të rrjetit. Sipas planit, sistemit do t'i nevojitet marrëveshje të përbashkëta për punonjësit, standarde teknike dhe rregulla të përbashkëta sigurie, me trajnim të njëtrajtshëm për të gjithë personelin në të gjithë Europën. Ka ardhur momenti që vizioni të shndërrohet në veprim, po ndërtojmë një rrjet që sjell ndryshimin e vërtet, e duke bashkuar politikbërës, dizajner dhe drejtues të industrisë për të bërë realitet këtë projekt që i përket të ardhmes, përfundon deklarata e institutit